Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Intervistuesi në radhë, në fakt është një personazh shumë i veçantë, nuk jeton në Shqipëri, jeton në Bruksel, në Belgjik dhe ka ardhur pikërisht për të futur në politikë, për të bërë pjesë e fushatës së Partisë Demokratike, më saktë të koalicionit Shqipëria Madhështore. Erisa Bayaziti, unë kam kënaqësinë ta kem në studio. Zonja Bayaziti, faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Qafoku, shumë faleminderit dhe është kënaqësi të jem në studion tuaj. Unë e thash edhe pak më parë se nuk duhet bëja shumë hyrje për të treguar atyre që na ndjekin kush jeni ju. Unë do doja ta tregonit ju kush jeni, sepse ka disa pikpyetje. Kjo ardhja juaj të lësh Brukselin për Tiranën, edhe mund ta lësh, por duhet të kesh një arsye shumë të fortë. Unë jam Erisa Bayaziti, jam në listat e hapura të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Jam një vajzë e lindur dhe e rritur në Tiranë. Studimet i kam kryer tek shkolla Edi Durham dhe një pjesë studimeve tek shkolla Petronini Luarasi dhe më pas prindrit kanë vendosur të largohen dhe jetesën. Në cilin vit jeni larguar nga Shqipëria? Në rreth fillim viteve të 2001-shit. Kemi mbi 24 vite që jetojmë. Gati çerek shekulli që jeni larguar. Aq sa luftoi Skënderbeu kundër turqëve, do thonë ju keni ikur nga Shqipëria. Po dhe më pas çfarë ndodhi në Belgjik? Atje kam kryer më pas studimet e mia në Universitetin e KU Leuven për shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare dhe në Bruksel. Në Bruksel, në kampusi i Leuvenit është në një qytet tjetër që quhet Leuven, por ka gjithashtu dhe kampus të vendosur në Bruksel. Kam pasur disa eksperienca pune, por ajo më e rëndësishme pothuajse për një dekadë unë punoj gjithashtu në Universitetin e KU Leuven në Fakultetin e Ekonomisë dhe të Biznesit. Jeni pedagoge? Unë jam këshilltare strategjie për marketingun internacional, komunikimin dhe marrëdhëniet publike dhe kam gjithashtu marrëdhënie edhe me studentët pasi her pas here me profesor, ndjek edhe tezat të tyre të studentëve që ndjekin programet bachelor në këtë fakultet. Dhe paralelisht pra me studimet e mia dhe eksperienca ime profesionale në KU Leuven është një eksperiencë dhe një funksion cilin unë e kryej me shumë përkushtim dhe dashuri, e dua shumë atë profesion që bëj. Dhe mbasi kryeva studimet e mia për shkenca politike, pra dashuria ime e parë, gjithsesi marrja me politikë, ndjekja zhvillimet e vendit dhe në arenën ndërkombëtare, kam kryer gjithashtu studimet postuniversitare për marketing digital dhe komunikim dhe njëkohësisht një tjetër studim postuniversitar për Big Data dhe Analytics. Po aty? Po aty? Marketingun digital dhe komunikime kam kryer në ESAL Management School në Bruksel, ndërsa Big Data dhe Analytics... Ju jetoni në Bruksel atje? Unë jetoj rreth 20 km larg Brukselit, por punoj... Ose si që themi në Shqipëri, ecën dhe një qik. Ecën dhe një qik. Në periferi të Brukselit dhe... Pra, unë punoj në kampusin në qytetin e Brukselit. Do ti ke krijuar një status të veçantë, po themi, je ingranuar në jetën atje. Po babai prindrit tuaj? E gjithë familja është integruar në... Me çfarë merren prindrit tuaj, do të thonë, sepse ata kanë shkuar herët, 2000 ishin herët, nuk janë emigrantët e vonshëm. Po, dhe prindrit kanë punuar, por për momentin ata janë 2 prindër pensionistë dhe kjo është një jetesë e zakonshme një familje shqiptare. Sa fëmijë jeni ju? Ne jemi 2 fëmijë, unë dhe ju dhe vllai. Po vllai me çfarë merret? Ai gjithashtu është në fushën e marketingut dhe punon për një prej bankave më të mëdha në Belgjik. Po mirë, tani këtë se kuptoj tani që ju jeni ingranuar atje në jetën e Belgjikës, edhe tani kokën e keni, jo vetëm e keni kthyer pas, po tani do të futesh në politikë. Çfarë ndodhi? Pse ndërmore këtë hap? Të mori në telefon Sali Berisha të tha ti vajzë mbar, hajde se kemi nevojë? Çfarë ndodhi? Unë nuk kam ardhur nga rastësia. Për shumë njerëz që më njohin, unë jam një aktiviste që e ka ndjekur me shumë vëmendje dhe kritik zhvillimet politike në vendin tim dhe fillesa e një aktivizmi konkret dhe aktiv ka qenë në momentin kur është shëmbur teatri kombëtar.
Është ai momenti kur unë kam vendosur të mos hesht dhe të flas, sepse e kam parë atë si kalimin e një vije të kuqe të cilën kryeministri qeveria nuk duhet ta kishin kaluar. Shkatrimi i teatrit kombëtar për mua lidhej paralelisht me shkatrimin e zërit qytetar dhe aty ka nisur dhe aktivizmi. Do thënë ju u impresionuat negativisht, po themi, për pse u prish teatri dhe ju thatë po interesojmë për Shqipërinë? Jo, unë kam qenë gjithmonë e interesuar për Shqipërinë, por kam mbajtur një distancë të shëndetshme, duke dashur që njerëzit... Sa bukur kjo distancë e shëndetshme, se kisha dëgjuar asnjëherë. Shumë e bukur më tingëlloi. Besoj që ajo distancë të ndihmon për të qenë objektive dhe për t'i parë gjërat pa emocion dhe për t'i parë me kritikë. Tani Bajaziti nuk jeni nga Tirana. Në fakt, origjina ime është shumë interesante dhe është një bashkim i trevave shqiptare, sepse gjyshërit e mi kanë një shtrirje të gjerë gjeografike mbar shqiptare. Fillon nga Kosova deri në Çamëri dhe gjyshi nga në babait dhe nga çfarë emri? Bajaziti. Bajaziti, pse ata janë nga Kosova Bajaziti? Por gjyshim ka ardhur kohë më përpara në Shqipëri dhe ka dhe Bajazit që janë nga Kosova. Dhe më pas kisha përshtypjen që Bajazit ishin Kavaj. Ju keni lidhje me atë Kavajs? Jo, ka një Bajazitë në Kavaj, në sportist në mos gaboj. Po ka qenë futbollist i njohur, dashur Bajaziti i famshëm. Bile ka qenë dhe zëvendës ministër i sporteve në qeverisjen e Partisë Demokratike 2005-2013. Po, ka, por ne jemi këta... Po nga ana e mamas? Dhe nga ana e gjyshes, pra nga ana e mamas, gjyshi është nga Struga dhe gjyshi është nga Kolonja. Pra, do të thënë ju jeni nga gjitha trevat e Shqipërisë, do të thënë ju jeni kështu Shqipëria e Madhe. Shqipëria e Madhe. Dhe ju garoni për Shqipërinë madhështore. E bukur kjo. Do të kërkoj ndjes për një ndërprerje, unë do falenderoj në këto momente ata që më mbështesin, se ti ke studiuar dhe për menaxhim dhe për marketing bashkë me vllajin. Institucionin monetar Manigram Akinvest që mbështesin emisionin Dekalog këtu në Dritare TV si sponsor general me sloganin e njohur tashmë, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Por institucioni monetar Manigram Akinvest ka një risi sot dhe në ditët në vijim me një njoftim që nga data 14 prill deri në 14 korrik do zhvillohet loja promocionale ti që transferon në Manigram. Eja dhe fito. Për të bërë pjesë e lojës, ju duhet të kryeni një dërgesë ose tërheqje me Manigram brenda datave 14 prill deri në 14 korrik. Me 20 korrik hidhet sorteu ku do të shpallen fituesit. 6 fitues fitojnë nga 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta dhe dyta, 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra edhe një herë mos harroni, fituesit janë këta. 6 fitues fitojnë nga 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta dhe 7 fitues fitojnë 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Ndiqni këtë njoftim të Manigram sepse do dilni të fituar. Mos harroni, institucioni monetar Manigram Akinvest. Kthehemi në bisedën normale. Nuk do t'i përfshi këto në minutazhin që kisha përcaktuar, kështu që rrije qetë. Ndërkohë do doja regjia listën e Tiranës për ta pyetur zonjën Bajaziti edhe për një krahasim me emrat e tjerë. Unë jam i befasuar nga guximi që ju morët të garonin në Tiranë. Pse e them këtë? Sepse nëse shikojmë listën, ju lutem regjia, listën e Tiranës të Partisë Demokratike, aty ka emra që kanë qenë ministra, që janë deputet, kanë shumë vite aktivitet. Ja, këtë thellë, se okay, lista e mbyllur. Dhe e kam thënë një ditë edhe Belind Kılliçit. O Belind, po ti ishe ti në listën e hapur dhe Risa Bajazitin në listën e mbyllur, sepse ju nuk keni pozitën politike të Belind Kılliçit. Dhe ju tani jeni mes ujqësh edhe ujkonjash politike aty, se me këtë fitoni ju. Me Ilir Ali Mehmetin, me doktorin, me Kreshtik Çollakun, me Dhurata Çupin, me Aslan Dogjanin, me Altin Goxhajn, me Mimoza Ajdarmadën, Edit Argjin, Lisandrin Hade, se mund të hapi rrugën në Lisandri juve, me Arian Hoxhën, me Shpëtimi Drizin, me Adriana Kalajen, Akil Kraja, Ilir Meta, Gerges Muçollari, Myslim Murrizi, Sali Sheu, Lili Sula, Profesoresha, Jurita Tabaku, apo Ilda Zhulali. Me këtë do fitoni ju?
Në radhë parë, zotë Qafoku do thoja që unë nuk e konsideroj këtë si një listë e hedhur mes ujqërve, përkundra, si këta janë kolegë dhe unë nuk e shoh këtë si një garë mes kolegëve. Jo, më falë të prete, disi ka thënë një kandidate listën e hapur të Partisë Socialiste, në këtë garë, shoqë jemi, po motrasi jemi, tha. Okej, unë jam kandidate në listën e Partisë Demokratike dhe unë e shoh si të tillë, ndaj dhe përshkruajta nuk janë absolutisht, nuk e shoh absolutisht si një çerdhe dhe ujqërish, por e shoh si një skuadër me njerëz të nderuar. Jo, unë t'jemi korrekt, nuk thash çerdhe dhe ujqërish, po thash një betejë mes ujqërish dhe ujkonja është në kuptimin politik, se aty të bëhet fjalë për 3-4 vende, 1-3 do të zonjë, dhe është e vështirë. Në radhë të parë, kjo është një skuadër që kërkon fitoren dhe kërkon të marrë mirëbesimin e qytetarëve shqiptar për t'ju siguruar atyre një të ardhme më të sigurt në vendin e tyre. Shumë e rëndësishme ta theksoj që ne jemi kolegë dhe punojmë si një skuadër, atmosfera mes nesh është shumë pozitive dhe jemi në mbështetje të njëri tjetrit për ta çuar këtë skuadër në një skuadër fituese. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, këtu nuk është fjala fitimi i emrit personal, nëse unë bëhem apo jo deputete në këtë rast. Unë padyshim i ftoj qytetarët e Tiranës, meqense unë jam kandidate në qarkun e Tiranës, të votojnë për numrin 1 dhe në fund nuk ka rëndësi se për cilin emër ata vendosin. Sistemi ju ka dhënë atyre një avantazh për të zgjedhur dhe lista është e gjatë. Ja, i lutem Regjia, fletën e KQZ-s që t'jemi më të orientuar, po? Dhe kjo nuk është një sfidë personale, kjo nuk është për mua një sfidë karriere. Ja, këtu, prandaj thatë ju njishi. Kjo është lista. Tani ku jeti këtu, se këtu zë makinat kërkosh një emër, unë jam e treta, por... se është mbiemri me B, në rendet alfabetik, për mbiemri. Por renditin aty nuk e bëjnë me mbiemër, po e bëjnë emër mbiemër. Këtë se kam kuptuar me thënë drejtë. Unë mendoj që qytetari i Tiranës është në një pozicion, le të themi, disi i lirë ose komod për të zgjedhur në një nga emrat. Elisa, imagjino të isha ndej nga fundi ti, sa Ilda Zhulali, disi më tha, o Ilda, ku e ke emrin? Mosu ngatro kot, tha, shiko, tha flamurin, tha, stemën e flamurit, po i thash, në cep të asaj, tha jam unë, tha. Po kjo nuk është një garë për emrin në vetvete, dhe unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo është një garë për forcën tonë, ne jemi këtu për një qëllim, dhe unë mendoj që qëllimi final i secilit për kandidatëve, prandaj them që dhe atmosfera në skuadër është mjaft pozitive dhe ne jemi mjaft mbështetës me njëri tjetrin në këtë aspekt. Qëllimi kryesor është rotacioni politik. Pra, në Parlamentin e Shqipërisë, nëse do t'jem unë apo dikush tjetër, nuk ka rëndësi, për aq kohë sa ne si forcë politike dhe si aleancë arrijm të sjellim rotacionin politik në vend. Dhe unë mendoj që kjo është gjëja më e domosdoshme që ka nevojë për momentin Shqipëria dhe jo emrat individual. Pra, unë nuk e kam garën me kolegët, unë jam në bashkëbisedim me qytetarin shqiptar dhe jam në kërkim të besimit të tyre. E rëndësishme është që ne vim me një ofertë politike, me një larmishmëri emrash dhe qytetari shqiptar duhet të ndihet i lirë në fund të zgjedhë qoftë për partinë dhe koalicionin, qoftë dhe për kandidatin që ai e mendon si kandidatin ideal për ta përfaqësuar në Parlamentin e Shqipërisë. Babi dhe mamaja çfarë të tha kur the unë do ik në Shqipëri se do jem kandidate për deputete? Familja ime në çdo vendim që marr unë është, gjithsesi unë i respektoj shumë prindrit e mi dhe ti je e lirë. Padyshim që unë jam e lirë, por e respektoj shumë mendimin e tyre. Jo, nuk të tha babi siç thot babai shqiptar, moj çupa, jenë Terezi, ne kemi në Shqipëri, kemi në Bruksel, ti na kthehesh tani prapa atje. A jenë vete, nuk tha kështu? Duke më njohur mua ata për guximin dhe aktivizmin përpara se unë të isha kandidate, ata gjithmonë kanë qenë mbështetës. Unë jam një vajzë guximtare, jam një vajzë time. Cili ka qenë guximi më i madh që ke bërë ti në jetën tënde? Çfarë guximi ke treguar ti në jetë? Unë mendoj që në kohët vështira që ka kaluar Shqipëria, kur zëri shqiptarëve mundohet të mbyllej, goja e shqiptarëve, syt, veshët e shqiptarëve të flisjen në momente kritike për vendin, ky mendoj që është guximi më i madh dhe ta shprehësh zërin tënd si qytetare, të flasësh atëherë kur nuk është as pak komode ta ngresh zërin dhe që mund të jetë ndoshta edhe më pasoja për emrin tënd, për fytyrën tënde, mendoj që është një... Kur e ke bërë këtë? Unë ju tregova duke filluar nga teatri dhe mëtej, sepse unë së bashku me
Një tjetër aktivist të nderuar, Ivar Grillon, ne I kemi drejtuar një letër të hapur zonjës Ursula von der Leyen në momentin që këtu zhvilloheshin samite dhe paraqitej Shqipëria si një vend I arritjeve të mëdha, me zërin e guximtar. Zonja Ursula von der Leyen ju kthe përgjigje? Po, ka pasur dy momente, pra ka pasur një thirrje të parë, por pa përgjigje, dhe më pas ka pasur një moment të dytë kur ne I kemi rishkruar një letër zonjës Ursula von der Leyen, mbas arrestimeve të figurave prominente të opozitës shqiptare, me shqetësimin që opozita po vendosej në një pozitë as pak të komode. Jo vetëm komode, por në një moment ku kërkoi eliminimi I opozitës, persekutimi I opozitës, arrestimi I figurave prominente të saj. Dhe ky ishte momenti Jo, çfarë ju tha zonja Ursula von der Leyen, po? Po, dhe ne I shkruajtëm zonjës Ursula von der Leyen një letër të dytë dhe ne morëm një përgjigje. E në parë nuk u kthe përgjigje. Jo, por mesazhi besoj që ka shkuar dhe Okej, po herën e dytë? Herën e dytë, zonja von der Leyen na ktheu një përgjigje, ne ishim thjesht dy aktivistë, dy zëra qytetarë. Po, dhe çfarë shkruante? Dhe çfarë është e rëndësishme që shkruhet në atë letër është që Bashkimi Evropian është duke ndjekur nga afër zhvillimet në Shqipëri, pra mesazhi që ne marrim si qytetarë të shqetësuar mbi zhvillimet në Shqipëri, marrim një përgjigje qetësuese në aspektin që Bashkimi Evropian nuk është thjesht një spektator në këtë arenën politike shqiptare, por është duke ndjekur nga afër zhvillimet dhe në mënyrë kritike, dhe këtë tregojnë dhe fakti që Bashkimi Evropian shkruan progres raportet e përvitshme për të pasuruar situatën në Shqipëri. Por çfarë është më e rëndësishme në përgjigjen e saj, në raport me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, aty theksohet se ky integrim është një proces që nuk është vetëm monopol I qeverisë, pra do të thotë që dhe aktorë të tjerë, siç është opozita apo shoqëria civile, janë aktorë shumë të rëndësishëm për ta çuar Shqipërinë në rrugën drejt familjes europiane. Okej, Elisa, se më fal të drejtohem me emër, se unë duhet të flas. Po jo, ne kemi këtë problem zonjë, sepse unë nuk e di statusin tuaj. Elisa është shumë mirë, nuk ka problem. Se dy statusin familjar dhe ne nuk e kemi si në anglisht, nëse është kështu, po unë kuptoj, si gazetar dhe besoj e kuptoj më qartë që zonja von der Leyen e mbështet Edi Ramën dhe qeverinë tonë. Ju mirë keni bërë që keni çuar letër, po sa efekt kishte ajo letër se zonja von der Leyen nuk do binte telefonit të merrte spakun telefon të thoshte liro zotin Berisha. Kjo nuk funksionon kështu. Domethënë ajo çështje drejtësisë. Si e kishte menduar ti që do zgjidhe se von der Leyen ka qenë krahët e Edi Ramës? Atë ajo nuk e di se si është Edi Rama, sipas asaj që thoni ju. Jo, ne padyshim që nuk I kemi kërkuar zonjës von der Leyen që të marrë në telefon SPAK dhe të kërkojë lirimin e liderëve të opozitës. Ajo që ne kërkonim është pasqyrimi I vërtet I situatës në Shqipëri. Pra, ne kishim një situatë politike ku në mënyrë absolute po kërkoi eliminimi I opozitës. Pra, në momentin që ne kërkojmë të jemi pjesë e familjes europiane dhe ne kërkojmë të krijojmë një demokraci të shëndetshme, atëherë na lindet drejta për të kuptuar se çfarë po ndodh në vendin tonë dhe a jemi duke e përjetuar ne dhe a jemi duke ndërtuar ne një demokraci të shëndetshme. Dhe këtu I ka rastisur në këtë rast Partisë Demokratike, ishte është në opozit, por qëllimi kryesor është që ne Shqipërinë ta vendosim në shinat e demokracisë dhe mos jemi ende në fazën ku opozita goditet, persekutohet, arrestohet. Nuk kemi në kushtet e demokracisë. Atëherë si mund të pretendojmë që do të futemi në familjen europiane? Pra, nuk është roli I zonjës von der Leyen që të marrë spakun, por në momentin që ne kërkojmë shtetin e së drejtës, atëherë ne duhet të dimë që shteti I së drejtës nuk funksionon duke I mbyllur gojën opozitës. Dhe kjo ishte edhe arsyeja që ne ju drejtuam. Okej, Elisa, unë e kuptoj ju bravo për aktivitetin tuaj politik dhe për guximin tuaj dhe për gjithë të aktivizimin. Por kjo bëhet me votë dhe pyetja ime është që ti duke pasur një edukim perëndimor, një koncept perëndimor, a është normale për ju që kryetari I Partisë Demokratike, kryetari I opozitës, pasi ka qenë 2 mandate president, pasi ka qenë 2 mandate kryeminist, pasi ka qenë gati 30 vjet kryetari I Partisë Demokratike, përsëri është ai dhe nuk është ai drejtuesi I Partisë Demokratike dhe nuk ka të rinj të reja që Partia Demokratike I ka pafund që të mund të jenë ata suksesorët e drejtimit që ka bërë zoti Berisha? Unë jam shëbulli një politikane të re në politik, pra unë futem në Jo, problemi se pyet të pyet njerin për të.
ti duhet të jesh aty për të dhënë zërin tënd. Dhe fakti që unë jam pjesë e Partisë Demokratike, flas dhe jap mendimin tim, do thotë që unë flas për një elektorat të caktuar, ju flas qytetarëve. Dhe më pyet apo nuk më pyet një njeri është çështja e qytetarëve. Pra sa arrin ti tek qytetarët? Unë po them për drejtimin e PD-s. Po, dhe për drejtimin e PD-s, unë mendoj që Partia Demokratike e ka dhënë fjalën e saj. Zoti Sali Berisha e gëzon mbështetjen e bazës dhe unë mendoj që kjo i ka thënë të gjitha. Dhe ne nuk kemi në këtë aspekt për ju është normale? Diskutim. Baza është forma, nëse baza ka vendosur që doktor Berisha... Jo, e kam fjalën që ne Shqipëria për këta bojmë se, okej, kishte drejt për Edi Ramës, edhe i ka në pushtet ka 12 vjet, 11 vjet ishe kryetari i Bashkisë Tiranës, ka qenë 2 vjet ministër i kulturës, domethënë mashallah, domethënë në gjithë karrierën e vet ka qenë pushtet. Dhe kjo nuk është normale për perëndimin, për standardet e perëndimit. Pas kjo e zotit Berisha nuk është normale. Juve nuk u shqetëson kjo? Të jesh në vendimare dhe të jesh 12 vite dhe të kërkosh një mandat të 4, ka ndryshim të madh nga të jesh në opozit dhe të mbështet partia, të 4 mandate ka dhe Berisha në pushtet, se 2 president, 2 kryeministër. Unë jam, për mua është shumë e rëndësishme që doktor Berisha është kryetari i Partisë Demokratike me anë të bazës. Pra nuk është diçka që ai e ka vendosur vetë, atë e kanë votuar. Absolutisht atë e ka votuar Ne duhet ta respektojmë atë çfarë ka vendosur antarësia dhe është forma më e lartë e demokracisë. Unë të bëra një pyetje kështu si nga Brukseli, sigurisht unë nga Brukseli. Kjo ishte ideja. Do të thonë, sepse atje nuk funksionon kështu. Nëse ne do të vinim një kryetar tjetër që është i pambështetur tek antarësia, çfarë do të thonim atëherë? Do të thonim që është një kryetar i palegitimuar. Pra në këtë aspektin e thjesht po respektojmë rregullat e partisë dhe demokracinë brenda partisë. Është zgjedhur të jetë doktor Berisha dhe ne e respektojmë këtë gjë. Elisa, është shumë interesante që këtë herë voton dhe diaspora. 241.000 qytetarë shqiptar kanë drejt të votojnë nga diaspora. Aty në Brukselin tënd dhe Belgjik çfarë ndodh, se unë sa herë kam ardhur aty dhe takoj shqiptar, gjë e parë më habisi në dhe mërgata i qyqeve thënë. Domethënë, si ka ndryshuar, sepse është një komunitet shumë interesant, i ndërthurur me ata të vjetrit, me ata të ikurit mbas luftës së dytë botërore që janë pinjollë tani, se ata kanë ndruar jetë, po edhe me këta të rinj mbas vitit 90, mbas vitit 2000, siç jeni dhe ju. Po, padyshim që emigracioni ndër vite ka të larmishmërinë e vet, por çfarë është interesante ndoshta në aspektin tim personal dhe profesional, në diasporë mua edhe ana profesionale më ka lidhur me shumë studentë shqiptar të cilët vinë dhe i kryejnë studimet e tyre në Universitetin e KU Leuven dhe jo vetëm studentët, por kjo më ka sjellë edhe shumë pranë prindërve të tyre të cilët kanë interes dhe më kontaktojnë në raport me të ardhmen akademike të fëmijëve të tyre. Pra, shtrirja e njohjeve të mia në diasporë është e gjerë, por në rrethin e studentëve dhe prindërve të tyre. Në këtë aspekt do të thosha është shumë interesante të dëgjosh studentët shqiptar, të rinj shqiptar, të cilët gjithsesi i kanë syt nga Shqipëria dhe i ndjekin gjithashtu me vëmendje zhvillimet në Shqipëri. Dhe çfarë më duket mua diçka shumë e rëndësishme për ta theksuar është fakti që ata nuk janë indiferent. Dhe mua nuk janë indiferent. Jo. Sa është komuniteti i shqiptarëve në Belgjik? Këtë nuk di ta them. Paka shumë një shifër. Nuk di të ta them, ndoshta duhet ta kërkoj dhe unë. Jo, s'ke faj sepse është ndërthurur edhe shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët e vjetër. Po sa u regjistruan për zgjedhjet e 11 maj? Unë për këtë do t'ju kërkoj ndjes që nuk kam shifra konkrete, ndoshta në një moment të dytë unë do t'i kërkoj dhe do t'ju jap shifra. A mendoni ju se mund të ndikojë vota e diasporës në rezultatin e zgjedhjeve? Vota e diasporës padyshim ka një peshë të caktuar në këto zgjedhje, duke ditur edhe numrin e lartë të shqiptarëve të cilët janë larguar nga Shqipëria. Është interesante që shoh shumë regjistrime nga ana e diasporës, por gjithashtu njoh dhe shumë njerëz të njohur nga informacionet që kam, janë edhe shumë shqiptarë të cilët kanë vendosur që jo vetëm që do të votojnë, por do të vinë fizikisht në Shqipëri vetëm për të votuar. Pra kemi një pjesë të diasporës shumë interesante, shumë e bukur kjo. Se e kisha menduar këtë, okej ata që u regjistruan. Tani ka të tjerë që s'janë regjistruar, pa ta vi vetë në Tiranë dhe ata kanë drejt votojnë si ju, si unë. Unë jam shembulli konkret, në zgjedhjet e kaluara vendore, unë kam prerë biletën dhe kam ardhur në Shqipëri për të votuar. Kur ke votuar për të parë? Në Shqipëri flas. Në Shqipëri ka qenë vjet, besoj herën e kaluar. Do të 2021-shin. 2021-shin. Zgjedhjet parlamentare.
vendore, më falë. Vendore 2023. Ke votuar për të parë. Tani s'po të pyet se për kë ke votuar. Keni dyshime? Pra, zoti Qafoku, për mua është shumë e rëndësishme pikërisht ajo indiferenca, pra diaspora nuk është indiferente. Sa mirë që një pjesë e tyre voton nga vendet ku ata tashmë janë të stabilizuar dhe jetojnë e punojnë, sepse ndoshta Europa është disi më afër Shqipërisë dhe kanë më të lehtë për të udhëtuar, por në vendet si Amerika apo vendet më të largëta është një mundësi e mirë që shqiptarët mund t'japin vullnetin e tyre politik, por ka shumë nga ata që do të vinë në Shqipëri vetëm për të votuar, dhe unë këtë e shoh si një shenjë shumë pozitive. E shoh si një shenjë pozitive sepse së fundmi kam dëgjuar dhe një deklaratë të kryeministrit Rama ku ai përpiqet t'i demotivojë votuesit shqiptar dhe ju ka kërkuar që ata të mos votojnë. Dhe mua më duket kjo si një shenja më e pa lidhshme nëse ne jemi duke kërkuar që të ndërtojmë një shtet demokratik, sepse vota është vullneti i lirë i qytetarëve, është themeli i demokracisë dhe kemi një kryeministër që del dhe ju kërkon qytetarëve të tij të mos votojnë. Ndërkohë është i njëjti kryeministër që thotë unë do të jem arkitekti për të hyrë në Bashkimin Evropian. Jo, do të pyes për këtë, ka kërkuar Rama të mos votojnë? Po, i ka kërkuar, duhet ta kërkoni ndoshta një video në rrjetet. Tani, më ngasmohet me këtë të Bashkimit Evropian. Në fakt, oferta është fantastike. Kush është ai shqiptar që se do? Ju keni dy në shtetësi? Po, unë kam dy në shtetësi. Në shtetësinë belge? Belge dhe shqiptare. Dhe shqiptare. Tani, cili është ai shqiptar që nuk e do antarësimin e Shqipërisë në BE? Po, dhe sepse dhe karta që Rama ka është interesante, është tërheqëse. Tërheqje në çfarë aspekt? Sepse unë mendoj ne shqiptarët me liberalizimin e vizave patëm mundësinë që të lëviznim lirshëm në Bashkimin Evropian. Po kjo s'mjafton. Jo, edhe të njiheshim me botën perëndimore se si ishte ajo. Ne shkonim për arsye mund të vizitonim të afërmit tan, ishte më e lehtë që të çmalleshim, ata vinin për të njohur vendet e tjera, e shikonin nga afër se si ishte jeta në perëndim. Pra, shqiptarët ishin në një farë sensi të lirë të udhëtonin jashtë Shqipërisë pa qenë e nevojshme që të kishin një pasaportë europiane. Ky është njëri aspekt. Është e padiskutueshme dëshira e shqiptarëve dhe afërsia që kanë ndjerë ata gjithmonë me Bashkimin Evropian, pra me ëndrrën tonë europiane. Por unë mendoj që përpara se ne të marrim pasaportën e Bashkimit Evropian, pra të bëhemi qytetar europian, mendoj që duhet kalojmë nëpër disa standarde. Ne nuk mund të marrim një herë pasaportën dhe pastaj të kërkojmë të arrijmë nivelin e standardeve. Po ti për standarde pastaj ne s'futemi kurrë asnjëherë. Po me çfarë të drejtë mund të kërkojmë ne të futemi në Bashkimin Evropian, sepse unë mendoj procesi. Nëse ne do jemi në Bashkimin Evropian, presioni duhet më i madh për të standardizuar disa aspekte të jetës politike, demokracia e tjerë. Liderët e Bashkimit Evropian, ata që kanë ardhur në Tiranë, gjithmonë ka përmendur një fjalë shumë interesante, duhen kryer detyrat e shtëpisë. Jo, kështu ka thënë gjithmonë. Detyrat e shtëpisë kush janë? Tani. Ne duhet kujdesemi që në Bashkimin Evropian të hyjmë në një mënyrë dinjitoze, pra qytetar shqiptar që bëhen qytetar europian dhe ne hyjmë denjësisht në këtë familje europiane. Çfarë do të thotë? Se ne kemi ndërtuar një shtet mbi baza ligjore, ne kemi ndërtuar një demokraci të shëndetshme, ne kemi punuar fort në arsim, në shëndetësi, në ekonomi, dhe kjo na jep ne atë dinjitetin që pasaportën europiane ta mbajmë në duar në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Por nuk funksionon e kundërta. Ne të kemi një pasaportë europiane dhe të renditemi të fundit në të gjitha aspektet e jetës politike, shoqërore, ekonomike. Po mirë të fundit në BE se sa të parë nga këta që s'janë në Erisa. Mendoj që dhe nga ana procedurale dhe teknike është e kundërta. Ne duhet plotësojmë standardet dhe më pas mund të marrim pasaportën europiane. Keni një model në politikë ju, Erisa? Modeli im në politikë është vetvetja. Unë mendoj që me shembullin tënd personal ti jep publikut, qytetarit shqiptar modelin tënd, shembullin tënd. Dhe për mua është shumë e rëndësishme të mund, nëse do të arrit dot të transmetoj këtë mesazh tek publiku shqiptar në zemrat dhe mendjet e tyre. Për mua rikthimi i të rinjve shqiptar në vend është shumë i rëndësishëm dhe unë jam duke u kërkuar këtë të rinjve dhe shqiptarëve duke dhënë shembullin tim. Unë jam rikthyer për të dhënë shembullin tim. Ti je rikthyer përfundimisht, po nëse ti s'bëhesh deputete? Po kjo nuk është fare e rëndësishme. Po jo, do kthehesh në Bruksel?
Zoti Qafoku, nuk është absolutisht e rëndësishme nëse është bëhem rëndësishme unë për ju, apo jo, jo, nëse bëhem unë apo jo deputete. Për mua është e rëndësishme. Unë e them publikisht dhe s'kam asnjë kompleks. Unë dëshiroj shumë që ti t'jesh në kuvend, se ku ta gjej ky kuvend ynë të ketë deputet si puna jote. Ju falenderoj shumë për vlerësimin, zoti Qafoku. Po se jo, por problemi është që sfitoi PD, mos sfituat. Si do e bëni? Ç'do ndodh? Nga njerëzit që unë takoj, unë nuk mendoj që Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë madhështore nuk do të fitoj. Unë mendoj që mandati i 4 i zotit Rama do të ishte dramatik për vendin. Dhe kam përshtypjen, nga takimet individuale me qytetarët e Tiranës, unë e ndjej se ata... Se mos ke takuar ata të gabuar, se mos ke takuar demokratët vetëm, se po takosh vetëm demokratët, të PSD-s, do thënë, ata kështu do të thonë. Po ke takuar një socialist? Po, kam takuar, dhe shumë interesante, dhe të falenderoj për pyetjen, sepse i kam takuar dhe demokrat dhe socialist. Çfarë thonë socialist? Socialistët nuk do ta votojnë me Edi Ramën, dhe ata janë të lodhur, janë të dëshpëruar, janë të... Pak besohet kjo. Ne këtë gjithsesi nuk mund ta... Ne këtë do ta shohim në 11 maj. Por 11 maj? Po, por unë po ju... Jemi populli vështirë, populli çuditshëm, ë? Mund ta vësh re let nga jeta e përditshme e qytetarëve të Tiranës, dhe unë mendoj që ne nuk duhet jemi fanatik të partive në fund të ditës. Ne padyshim kemi bindjet tona, disa i shfaqen, disa nuk i shfaqen, janë plotësisht në të drejtën e tyre, por unë mendoj që qytetari shqiptar sot në 2025-ën ka arritur të ndërgjegjësohet çfarë kërkon një qytetar shqiptar për të ardhmen, dhe ka arritur në atë pikë që kërkon llogari. Ndaj dhe vota këtë herë është shumë e rëndësishme, sepse qytetari i Tiranës dhe i Shqipërisë ka kuptuar që vota e tij ka një peshë, dhe ata kanë vendosur të shkojnë në kutitë e votimit dhe të japin verdiktin e tyre. Pra, diapazoni i njerëzve që unë kam takuar në qytetin e Tiranës ka qenë i larmishëm, ndaj them që jam shumë pozitive dhe njerëzit me cilët flas më frymëzojnë, ashtu sikurse shpesh herë më dëshpërojnë për realitetin e hidhur në cilin ata janë duke jetuar, por çfarë vëre unë, ata kërkojnë ndryshimin. Dhe për mua kjo është e rëndësishme, që njerëzit kuptojnë peshën e votës tyre dhe kërkimin e llogarisë. Si e portretizon Edi Ramën? Jam shumë kurioz të di. Zoti Rama e ka portretizuar vetën. Jo. Shpalosur... Elisa Bajaziti nga Brukseli flet si e portretizon ajo Edi Ramën. Këto sa e bukur është kjo. Se lere që ka thënë vetë ai, ai thotë jam 2 metra dhe ato ti gjërat e tjera. Ju personalisht. Unë e portretizoj Edi Ramën me shpopullimin që i ka dhënë vendit, errësirën cilën e ka zhytur ai vendin. Dhe mendoj errësira nuk i shërben askujt. Dhe tani ka ardhur momenti që shqiptarët janë duke parë një dritë shprese, janë duke parë kandidatë të cilët kanë ardhur këtu me dëshirën për t'i shërbyer qytetarëve të Tiranës, për t'i dëgjuar ata. Jo, dakor, po më thojnë një cilësi që ti e veçon Edi Ramën, si është Edi Ramën, se leret që të bëjnë qytetarët. Si e cilëson ti? Çfarë pëlqen? Ka në gjë që vlerëson Edi Ramën ti? Shiko, zoti Qafoku, Edi Rama ka një... Unë ndaj ju përgjigja juve që Edi Rama e ka shpalosur vetën, dhe nëse nuk ka shqiptar që nuk e ka kuptuar tashmë se çfarë përfaqëson zoti Rama, është për mua shumë e qartë se çfarë përfaqëson ai njeri. Gjua me cilën ai i drejtohet popullit të vet është fyese. Ka 12 vjet, është votuar. Është votuar, raportet e OSBE-s kanë treguar që zgjedhjet jo domosdoshmërisht kanë qenë... Elisa, e ka votuar populli dhe ne ta gëzojmë në kuptimin e plot fjalës, se ai është produkt i votës. Raportet e OSBE-s tregojnë realitetet të tjera të votës. Raportet e OSBE-s zgjedhjet janë rregulla, thotë OSBE. Unë kam takuar gjithashtu njerëz të administratës shqiptare të cilët kanë shprehur frikën e tyre dhe intimidimin dhe kërcënimin që atyre ju bëhet për të votuar. Mirë, okay, po ai ishte me vot. Kjo nuk mund të jetë. Ai ishte me vot aty 12 vjet dhe nuk është çudit fitoi edhe të katërt. Po, zoti Qafoku ju thatë okay, por nuk është okay që një administrat intimidohet, një administrat vihet me shpatulla për muri për ta drejtuar votën. Sa dëshirë do kisha ti ishe ti në parlament, Elisa. Parlamenti bëhet më i mirë, se ta kam thënë njerë që 6 deputet kishte vatra në vitet 20-30. 20, do të thënë kishte 6 deputet. Diasporat kishim ne deputet si puna juaj, ti kishim aty se ju s'keni komplekse. Ja, ti fole keq për Ramën, por nuk e shave, nuk ofendove, nuk e etiketove. Dhe kjo është politikë moderne, është politikë e mirë. Mua më pëlqen kjo.
Më pëlqen që evidentuat këtë zoti Qafoku, sepse edhe unë mendoj që politika nuk duhet jetë një fushë betejë fyerjesh. Unë mendoj që politika duhet jetë një arenë argumentesh, idesh, planesh, vizionesh. Nëse futesh aty në parlament mund të bëjmë pis? Unë kam ardhur me qëllim dhe vizion të qartë dhe kam ardhur për dënë shembullin tim dhe këtë që do ta tregoj dhe në vazhdim të fushatës. Jemi në fund tani, te kamera këtu, 30 sekonda, drejtohu elektoratit tënd, pse duhet votojnë ty? Qytetari shqiptar dhe i Tiranës është i lirë të votojë çdo kandidat dhe ky sistem i jep atyre të drejtën të votojnë kandidatin atyre që ata mendojnë se i përfaqësojnë. Çfarë do kisha dashur unë të arrija dhe të luftoja për në këto zgjedhje është rikthimi i shqiptarëve në folenë e tyre, sepse unë mendoj që foleja e shqiptarëve është duke u shkatruar. Kjo është e para. E dyta është arsimi. Mendoj që arsimi është themeli i ndërtimit të një shteti. Dhe e treta është vota. Përdoreni votën tuaj me mençuri, mos keni frikë dhe jepini peshë votës tuaj. Këto janë 3 mesazhet e mia. Shumë bukur i ke thënë mesazhet, mund ta katosh e ta përdorësh këtë në fushatën tënde. Erisa, të falenderoj shumë për bisedën e këndshme që zhvilluar këtu në Dekalog. Faleminderit dhe ju, zoti Qafoku. Të nderuar teleshikues, do të një intervistë me Erisa Bajazitin, kandidate e koalicionit Shqipëria Madhështore. Rrini gjithmonë me Dekalog, pas pak intervistë tjetër. Nga unë Roland Qafoku. Mirupafshim.